rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Derisa në kalum, fillum me folë dhe përmendëm dobit që I ka besimtari për mësimit të sirës, biografisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, apo më mësu virtytet, cilësitë dhe tiparet e tij. Edhe I përmendëm gjithsej 8 dobi. Këto janë pi dobive kryesore, edhe pse ka shumë tjera. Do që dobi, fryte, rezultate që I përfiton muslimani kur ai do thot Allah jep sukses edhe nderon me mësimin e sirrës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj tham që ai I cili dëshiron me njoft moralin më të mirë, edukatën më të lartë, sjelljet e mira, atëherë ta dinë se këto nuk ka mundësi mi gjetë veç se te morali, sjelljet edhe edepi, edukata pejgamberit. Nuk mundet mi gjetë tjetër. Edhe kjo neve na obligon edhe na detyron që me shtu edhe më shumë kujdesin edhe me ditë edhe më shumë rëndësinë e mësimit sirrës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra me mësu akhlakun, moralin, sjelljen, edepin edhe edukatën që ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E ne sot I përmendim 2 tekste apo citate dietarëve që flasin rreth kësaj. E para është fjalë të Sufjan ibn Uyainës, Allahu mëshiroft, cilat I transmeton Khatib al-Baghdadi, Allahu mëshiroft, në parathënien e librit të tij El-Jami' li Akhlaqi ar-Rawi wa Adab as-Sami. Çka thot? Çka thon Sufjan ibn Uyayna? Thon inna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam huwa al-mizan al-akbar. Thot vërtet I dërguari Allahut është peshorja më e madhe, kanari më I madh. Fa alayhi tu'radu al-ashya. Thot edhe me këtë peshore në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam matën edhe peshohen gjitha gjërat. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është peshorja më e madhe. Tek ai peshohen edhe shfaqen ose vendosen gjitha gjërat. Ala khuluqihi wa siratihi wa hadihi. Thot gjitha çështjet kthehen te morali pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, te udhëzimi I tij dhe te sirja e tij. Fa ma wafaqaha fa huwa al-haq. Ajo që është përputhje me këto, do thot me peshorën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ajo është hak, është vërtet. Wa ma khalafaha fa huwa al-batil. Ajo që është në kundërshtim me këto është e kotë, është batil. Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është peshorja më e madhe. Edhe aty do të ne mi peshu gjitha çështjet tona. Pastaj për këtë moralit, sjelljeve, udhëzimit, këtë do të mi kthy dhe mi referu te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E dyta janë fjalët e Ibn Qayyimit në librin e tij Zadul Ma'ad, kur flet rreth rëndësisë apo pozitës lartë që e kanë pejgamberët e Allahut, apo pozitës lartë që e kanë të dërguarit e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Çka thot? Fa humul mizanur rajih. Pejgamberët e Allahut janë peshorja e sakt. Alladhi ala aqwalihim wa a'malihim wa akhlaqihim tuzanu al-aqwal wal akhlaq wal a'mal. Thot peshore mbi cilën në fjalët e tyre, veprat e tyre, edhe moralin e tyre thot do të më peshu fjalët e çdo kujt, veprat e çdo kujt edhe moralet e çdo kujt. Në fjalët e pejgamberëve, në thënjet e tyre, veprat e tyre dhe moralin e tyre do të peshohen thënjet, veprat edhe morali I çdo kujt tjetër përveç tyre. Wa bi mutaba'atihim yatamayyazu ahlu al-huda wa min ahli ad-dalal. Sot me pasimin e pejgamberëve dallohen ata që e kanë ndjek udhëzimin prej atyre që e kanë ndjek dalaretin, humbjen. Po ai që I pason ata është pi të zuarve, ai që I kundërshton është pi të humburve. Edhe çka thotë Ibn Qayyimi, thot fa daruratu ilayhim a'zamu min darurati al-badani ila ruhihi wal 'ayni ila nuriha wal ruhi ila hayatiha. Prandaj thot nevoja e madhe, domosdoshmëria e madhe për pejgamberët e Allahut, të dërguarit e Allahut, thot është më e madhe se sa nevoja e shpirtit, e trupit për shpirt. Po nevoja e jonë që kem për pejgamberët e Allahut edhe udhëzimin e tyre
është më e madhe se sa nevoja e trupit ton për shpirtin ton. A thot më e madhe se sa nevoja e syrit për dritën e tina. Pra që syri nëse nuk ka dritë nuk sheh. A thot më e madhe se sa nevoja e shpirtit për jetën e tij. Prandaj thot fa ayu daruratin wa hajatin furidat fa daruratu al-'abd wa hajatuhu ila ar-rasul fawqaha bi kathir. Prandaj thot çka do që sado që ti mundesh me hamendsu, me imagjinu një nevojë e domosdoshmëri mendjen tënde, po ky përmend disa vetyre që është nevoja e shpirtit, nevoja e trupit për shpirtin, e syrit për dritën e kështu me radhë. Mi po thot sado që ti e çon në përmendje një nevojë, thot atëherë dije se nevoja e njerëzve për pejgamberin e Allahut, udhëzimin e tyre është shumë e madhe. Nevoja e njeriut për pejgamberin e Allahut, udhëzimin e tyre është shumë e madhe se sa ajo që ty shkon në mendjen tënde. Thot wa ma dhannuka biman idha ghaba anka hadyuhu wa ma jaa bihi tarfat 'ayn fasadat qalbuk wa sara kal-hut idha faraqa al-ma' wa wudi'a fi al-miqlab. Po dhe çka ta mërmani thot ty për një njeri që nëse udhëzimi i tina mungon, po udhëzimi i tina i mungon zemrës tone, veç për një moment shkurt, thot sa hapet edhe mbyllet syri. Po nëse udhëzimi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam thot i mungon zemrës tone veç në një moment shkurt, sa hapet edhe mbyllet syri, thot shkatërrohet edhe prishet zemra jote. Po çfarë mërmani thot për këtë person? Thot njëjtë se kur peshku ndahet prej ujit edhe vendosin fërtere për mu përzit, mu fërgu. Kështu është nevoja e njeriu për udhëzimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj thot fa halu al-'abd 'inda mufaraqati qalbihi lima jaa bihi ar-rusul ka hadhihi al-hal bal a'zam. Prandaj thot gjendja e njeriu e robit kur ai ndahet edhe largohet pi udhëzimit të pejgamberëve, thot është sikur gjendja e këtij peshku kur ndahet pi ujit edhe vendosin fërtere. Bile thot është edhe më e rëndë. Po rreziku dhe dëmi është më i madh kur ai largohet pi udhëzimit të pejgamberëve ose udhëzimit të cilët kanë ardhur të dëgjuarat e Allahut subhanahu wa taala. Walakin la yahussu bihadha illa qalbun hayy. Mirë po thot këto nuk e vren, nuk e ndjen veç zemra e cila është e gjallë. Por zemra e cila e ka udhëzuar Allah subhanahu wa taala e vren këtë nevojë të madhe që ka për udhëzimin e pejgamberëve. A zemra e vdekur, po nuk është qëllim që ka vdek fizikisht, po që ka vdek shpirtërisht, thot nuk e vren këto. Sado që largohet pi udhëzimit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ai nuk e vren këto. A zemra e gjallë veç e din që veç në moment shkurt mu largu pi udhëzimit me cilën ka ardhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, veç sa hapet dhe mbyll sytë e din që ai prishet, edhe është sikur peshku kur largohet pi ujit. Po më njëherë fillon me vdek ajo zemra. Më njëherë fillon me vdek ajo zemra. Edhe sjell thot wa ma li jurhin bi baytin ilamu. Allah thot zemra vdekur është sikur se trupi i vdekur që edhe nëse e plagos atë ai nuk di kur farë dhimbje. Ai trupi s'din kur farë dhimbje. Po trupi i vdekur xhenazën nëse e plagos, nëse e lëndon ja shkakton një plag, s'ni dhimbje, thot çashtu edhe zemra vdekur. Sado që i largohet pi udhëzimit pejgamberit ai nuk din kur farë dhimbje, nuk e ndjen nevojën që ka për udhëzimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe vazhdon Ibn Qayyim thot وإذا كان سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به. فعندما thot përderisa pe dinë që lumturia e njeriut në të dy botët, po në jetën e kësaj bote dhe në jetën tjetër, është e lidhur, është ndërlidhur me udhëzimin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nuk ka mundësi njeri me arrit lumturinë as këtë botë, as botën tjetër, veçse përmes udhëzimit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pra është ndërlidhur, nuk ka mundësi ndryshe, është e kurzuar. Po përderisa është atë është obligim, po çdo kon I cili ja don të mirën vetes tina. Po është sinqert dhe ja don të mirën vetes tij. Edhe don që me shpëtu veten e tina, pra në këtë dunjë dhe në ahiret edhe me arrit lumturinë, atëherë thotë ka obligim që me njoft sirën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, me njoft udhëzimin e tina. Edhe me njoft gjitha çështjet ose gjendjet të cilat ka qenë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Thotë në mënyrë që përmes kësaj dije me dal prej atyre që nuk kanë dije rreth pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Thotë wa yadkhulu fi i'dadi atba'ihi wa shi'atihi wa hizbihi. Thotë në këtë mënyrë duke njoft udhëzimin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, rrugën e tina,
Pra sirën e tina thot hyn në grupin e atyre që e pasojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, që janë grupi i tina edhe janë partia e tij. Wa nasu fi hadha bayna mustaqillin wa mustakthirin wa mahrum. Kurse thot njerëz sa i përket kësajna, pra me pas dije, me pas njohuri rreth sirës edhe udhëzimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot janë mes atyre që din diçka ose din shumë ose janë privuar krejt, pra zin kurrë për udhëzimin e pejgamberit. Disa din pak, disa din më shumë, e disa thot janë të privuar, pra janë ju ka bëu haram edhe thot nuk din kurrë për udhëzimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wal fadlu bi yadillahi yu'tihi man yasha. Wallahu dhul fadli al-azim. Kurse thot mirësia është krejt në dorën e Allahut. Dhe Allah jep kujt don këtë mirësi. Për arsye se Allah është ai i cili posedon mirësinë e madhe. Prandaj na do të me lutë Allah subhanahu wa taala që sa më shumë na dhon për kësaj mirësie. Pra me njoft sirën e udhëzimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po për kësaj po kuptojnë se pra si përfundim është se për mirësive e nimeteve të mëdha që Allah subhanahu wa taala jep për robët e tina është që m'ia lehtësua atina lidhjen edhe kontaktin me virtytet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me njoft virtytet, cilësitë, tiparet e ndershme të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por kjo për shkak se është një derë e madhe pi dyrëve të hajrit. Pa një derë e madhe që kush hyn ta ka me gjetë hajr, mirësi të shumta. Pra është një nderë dhe një begati prej Allahut subhanahu wa taala që Allah jep kujt don për robërit e tij. Prandaj edhe ky libër, cilin na inshallah do ta shpjegojmë, ka që është Shama'ilun Nabi, që është thamë ndersën e kalon virtytet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam te Imam Tirmidhiut, është libër i bereqetshëm. Po është libër shumë i madh. Për librave më madhështore dhe më dobishëm që kanë folur rreth kësaj teme. Pra dhe autori, Imam Tirmidhiu, Allah më shërofti, ka sjellë këtë libër ato margaritarët, apo gjërat më të lëshme, më të mira që kanë bërë rreth jetës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allah ka rendit këtë libër në mënyrë më të mirë, më të mrekullueshme. Edhe ka përmbledh. Pra nuk është libër i gjatë shumë, që liri duke lexuar lodhat, mirë po nuk është edhe shumë i shkurt që kalon mongo diçka. Prandaj edhe pse është libër mesatar, pas nuk është shumë i madh, shumë i vogël, mirë po e ka përfshirë gjithë temën për cilën fol. Pra që janë virtytet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe për këtë kanë folur dietar shumë. Për tyre Ibn Kathir, Allah më shëroft, librin e tij në Bidaja wa Nihaya thot: "Wa qad sannafa an-nas fi shama'il Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qadiman wa hadithan, kutuban kathiratan wa mufradatan wa ghayra mufrada." Thot njerëz kanë shkruar shumë rreth virtyteve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe më herët, edhe më vonë. Disa thot kanë pru libra të veçantë, e disa kanë përmend mesin e librave të tjerë. Mirë po thot wa min ahsani man jama'a fi dhalika fa afada wajad al-imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawr at-Tirmidhi rahimahullah. Thot mirë po ai që më smiri ka shkruar këtë temë. Po se ka shkruar librin më të mirë, edhe që është libra më e dobishme është Imam Tirmidhiu. Afrada fi hadha al-ma'na kitabahu al-mashhur bis-shama'il. Thonë në këtë kuptim ose këtë temë ka sjell librin e tij që është i njohur Shama'ilun Nabi, virtytet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wa lana bihi sama'un muttasilun bihi. Thotë edhe ne kemi zinxhir transmetuesve drejt Imam Tirmidhiu për këtë libër. Fjalët e dietarëve për këtë libër janë shumëta, na s'po i përmendën gjitha që në mënyrë që mos po zgjat, se tregojnë vërtet vlerën edhe pozitën e lartë që ka ky libër në mesin e dietarëve. Që ka në mesin e dietarëve. Prandaj e shohim që vazhdimisht dietarët e kanë lavdëruar këtë libër. Pa i kanë sqaruar dobitë e tina, i kanë sqaruar të mirat e tina, frytet, rezultatet që i sjell gjumë që i sjell ky libër në jetën e besimtarit. Prandaj edhe dietarët kanë ushtruar vazhdimisht kujdes të madh librit këtij dietarit madh për Imam Tirmidhiut. Edhe dietarët e mëanshëm dhe të mëvonshmit. Po ata kanë punuar vazhdimisht me këtë libër. Edhe puna tyre është shumë llojt. Për tyre ka që e kanë shkurtuar, kanë bërë version të shkurtuar. Disa tjerë kanë shpjeguar, disa tjerë i kanë verifikuar hadithet që ka sjellë Imam Tirmidhiu. Disa tjerë kanë shkruar pastaj në fund poezisë. Po libri është krejt shkruar kështu, sikur hadithet për janë soma e ka sjellë në fund poezisë. Kjo tregon që do thotë dietarët kanë dhënë mund të madh rreth dobishëm kuptohet
edhe i kanë shërbyer shumë këtij libri të Imam Tirmidhis. Sidomos duke ia shtuar kësaj që do thotë këtë libër edhe sot kësaj dite pra dietarët e shpjegojnë nëpër librat e tyre dijes, në vërtet nëpër mezhliset e tyre dijes, do thotë duke marrë derse, duke marrë ligjërata rreth shpjegimit të këtij libri, pe atyre që kanë shpjeguar këtë libër, do thotë shpjegimet të cilët ne do të mbështetem më shumë te është Sheikh Abdurrazak ibn Badr, Allah e rujt, do ndjali Sheikh Abadit. Pa ai ka shpjeguar këtë libër edhe ne inshallah do të mbështetemi më shumë në shpjegimin e tij që ja ka bërë këtij libri. Prandaj dietarët vazhdimisht kanë porosit, kanë lënë amanet që mi kushtu kujdes këtij libri. Po më marr musliman më shumë me këtë libër, edhe me përfitu pi dobive tina. Me përfitu pi çështjeve që na bojnë dobi, edhe që do thotë janë të veçanta dhe nuk i gjen libra të tjerë. Po që i gjen vetëm te libri Imam Tirmidhiut, Allah e mëshiroft. Pastaj Imam Tirmidhiu këtë libër e ka rendit, që shkon më herët me një renditje shumë të mirë, shumë të mrekullueshme. Për shembull, gjithë librin e ka ndonë në 56 tema. 56 tema. Edhe i ka sjell 415 hadithe rreth virtyteve edhe cilësive dhe tipareve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fillim ka filluar i përmend cilësitë fizike, po për fizionominë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ka përmend çush kena me pana inshallah, s'po e përmend gjatësinë e tina, çush ka qenë ngjyra e lkurës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çush ka qenë flokët e tina, si ka qenë fytyra pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kështu më radh për cilësive dhe tipareve të fizionomisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj fillon me sjell gjërat personale që i ka mbajtur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po çush kanë qenë rrobat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, armët e tina, po gjithçka që ka bëjë me gjërat me të cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka pas gjërat personale. Pastaj pas saj ka filluar me fol rreth cilësive, moraleve, edepit, edukatës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sjelljes tij që i ka pas me tjerë të kështu me radhë. Pastaj përmend adhurimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kështu me radhë. Edhe në fund çka bën Imam Tirmidhiu në këtë libër e përfundon me çështjen me pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ndër. Me pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ndër. Në mesin e therave apo haditheve që i sjell për me pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ndër, i sjell disa parime, i sjell disa rregulla. Për me ditë na musliman se nëse e shohim pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ndër, a është saktë që kena pa pejgamberin sa ma kena pa tjetër kan. Po kena pa shejtanin. Për arsye se pejgamberi sa thonë që shejtani nuk mundet të marrë në formën tënde. Për çaj që ka pa ndër, nuk ka pa vërtet. Po ku e dina na kanë kena pa ndër. Nëse nuk e njohim që shukon pejgamberi sa thonë shukon tiparet e tij, shukon cilësitë e tij fizike, shukon në fizionominë e tij, në sjelljen e tij kështu më radh. Po na inshallah kena më marr këto kur shojnë në fund librit ato rregullat apo kriteret se se do thotë do të me njoft pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe me ditë që ato që kena punuar ndër vërtet ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye Ibn Abbas radhiyallahu anhu kur i ka ardhur një njeri dhe i ka thonë unë kam pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ndër. Çai ka thonë ky sifli ma rajt. Po shkruaj më çu shekë pa pejgamberin. Edhe aja ka përshkruar. E ka përshkruar ëndrën çu shekë pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Atë Ibn Abbas ka thonë la ra'aytuhu fi al-yaqadati mastata'ta an tan'atuhu fawqa hadha. Sikur të kishte pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam zgjut, do për zgjalljes kisha mujt me përshu ndryshe. Do thonë pas ke pa tamam pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ashtu që ke pa çështu u thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj ti dijes të madhe këtij dietari për Imam Tirmidhiut Allahu mëshiroft. Edhe për mënyrës të mirë që ka shkruar këtë libër është se në fillim të librit e ka filluar duke i përmend cilësitë dhe tiparet fizike ose trupit fizionomisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kurse në fundin e librit e ka përfunduar, e ka përmbyll me ëndrrën, pra me pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ndër. Pse? Për me ditë se ato që ke punë ndër është vërtet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam apo është dikush tjetër. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë men ra'ani fil manam faqad ra'ani. Fa inna shaytana la yatamathalu bi. Ai që më shën ndër vërtet më ka pa. Për arsye se shejtani nuk mund të marrë formën time. Po nuk mundet njerëzit me ordonën në formën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, për kësaj për shumë se me njoft pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me njoft cilësitë e tij që kanë qenë.
Kjo ka dobi të shumta për besimtarin, dobi shumë të mëdha. Pi tyne është se besimtari përmes kësaj arrin me vërtetu saktësinë e ëndrrës tina. Nëse e sheh pejgamberin sa në ëndër vërtetë e ka pa pejgamberin sa, po kjo ëndër nuk është e saktë dhe ka pa dikon tjetër. Por arsye se shumë njerëz kanë deviju në këtë temë. Shumë njerëz kanë deviju dhe kanë humbur rrugën për shkak të kësaj. Shumë njerëz kanë ardhur dhe kanë thonë, unë e kam pa pejgamberin sa në ëndër, mirë po kur e ka përshkruar formën, nuk ka qenë pejgamberi sa ai që ka përshkruar. Pra nuk e ka pa pejgamberin sa me ato cilësi edhe tipare që i kanë përshkruar dietarët nëpër këto librat, të cilat flasin për virtytet dhe tiparet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Madje shumë njerëz tjerë kanë deviju, kanë rënë bidatën, bestytni, devijime, në adhurime të kota, pra bidate që nuk kanë bazë sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, për arsye se thotë adhurime bidate pa argumente, për arsye se thotë ka pretenduar që unë ka ardhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në ëndër, edhe më ka thonë bën ja kështu ose bën ja kështu. Pra ka deviju fen Allahut, për arsye se edhe kum pa pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në ëndër, kurse ai vërtet nuk ka qenë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ai ka qenë shejtani. Për arsye se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka vdek pa u plotësuar feja e Allahut. Po Allah nuk ja ka marrë shpirtin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam pa plotësuar fenë e tij. Po që nuk ka nevojë dikush me ardhur dhe me thonë ne kum pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, nuk ka thonë mos u fal se ti s'ke nevojë më fal. Ose mos agjëro se s'ke nevojë më agjëro, ose shtoj edhe një namaz tjetër. Më shumë. Për arsye se feja e Allahut është plotësuar. Prandaj nëse dikush vjen dhe thotë ne kum pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, më ka thonë shto diçka për festë të Allahut ose pa këso diçka, atëherë dihet që ai ka qenë shejtani, nuk ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për arsye se Allah ka thonë el-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Sot ja kum plotësu ju fenë juaj. Ja kum përsos. Po dhe fenë islame ose mirësinë time ja kum dhënë plot. Po Allah po na tregon këto që mirësinë Allahut. Po më e madhe, mirësia më e madhe që na ka dhënë Allah është që na ka plotësuar fenë. Na ka përsos fenë. Kështu që s'kem nevojë na me lodh kryt me sjell sena të reja, me sjell bidate. Çdo gjë që kena nevojë është në Kur'an dhe në Sunet e pejgamberit. Wa raditu lakum al-islam dinan, sot unë jam i kënaqur që Islami më kanë feja juaj. Po kjo është surja Maida ajeti 3. Prandaj do thot për kësaj po kuptojnë se vërtet rëndësia e mësimit të sirrës pejgamberit ose virtytet e tij dhe tiparet e tij janë shumë të mëdha për besimtarin. E ne lutem Allah subhanahu wa taala që ne me na lehtësu do thot me shpjegu këtë libër kaq të madh të Imam Tirmidhiut, edhe me përfitu në jetën tonë për të shme pas dobi. Do që duke e njoft pejgamberin sa son, duke e njoft udhëzimin e tij, adhurimin që ka pas pejgamberi sa, virtytet e tij, me arrit lumturinë këtë dunja dhe në ahiret. Nuk pa me vazhdua. Dhe sa është? Dhe sa e si? Mirë, po vazhdojna, po e marrëm pra temën e parë, cilën e sjell autori thotë Babun ma jaa fi khalqi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tema e cila flet dhe na tregon se si ka qenë fizionomia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çush ka qenë pamja e tij. Pra autori s'pare e sjell, do thotë këtë temë për më na sqaruar neve ose temë e cila është ndërlidhur me cilësitë apo tiparet fizike të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po si ka qenë gjatësia e tij, ngjyra e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, flokët e tij e kështu me radhë. Kurse sa i përket tipareve dhe cilësive, po që kanë të bëjnë me moralin dhe sjelljen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë këto vijnë në tema tjera që do të vinë më vonë inshallah. Pastaj Allahu subhanahu wa taala ka nderuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me cilësitë fizike, trupore, të cilat janë më të mirat, më të përsosura dhe më të bukura. Pra ashtu që ka begatu Allah dhe ka nderuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me pas cilësitë, pra tiparet dhe sjelljet më të mirat, më të bukura, ashtu e ka nderuar Allah subhanahu wa taala pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që me pas cilësitë tiparet fizike, trupore më të mirat dhe më të bukura. Çka do të Sheikhul Islam Ibn Taymija Allahu mëshiroft në librin e tij Al-Jawab Sahih kur flet rreth argumenteve, provave që tregojnë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka i dërguar i Allahut. Një pjesë argumenteve është se Allah ja ka dhënë pamjen më të mirat. Prandaj thot
wa kana khalquhu wa suratuhu min akmali as-suwar wa atammiha wa ajma'iha lil mahasin ad-dalati ala kamali. Andaj thot pamja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, forma e tina, e trupit, e fizionomia, thot ka qenë më e mira, më e përsosura, më e plota. Thot që i ka mbledh gjitha të mirat edhe bukurit që tregojnë se vërtet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka njeriu më i përsosur, po në sozat njerëzimit, sozat njerëzit. U kanë më i mirë, më i përsosur. Po kanë më i bukur. S'ka pas kur gjëmangu, s'ka pas kur fatmete pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj Allah ka ndëruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me këtë pamje, me këtë fizik, po me këtë fizionomi të bukur. Ka pas pamje të mirë, të bukur edhe do thotë cilën janë mbledh gjitha të mirat. Po nuk ka pas diçka të keqe të shëmtuar në fizikun apo në fizionominë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjitha të mirat janë kontakt tek ai. Edhe spari autori sjell hadithin e parë thot akhbarana Abu Raja Kutayb ibn Sa'id, thot na ka njoftu Abu Raja pra hoxha e tina Kutayb ibn Sa'id an Malik ibn Anas fi Malik ibn Anas an Rabi'a ibn Abdurrahman, e ky thot na ka transmetuar prej Rabi'a ibn Abdurrahman an Anas ibn Malik, prej Anas ibn Malikut radiyallahu anhu أنه سمعه يقول صدق دجو دكثان أنس بن مالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. Sot pejgamberi sa nuk ka qenë i gjatë shumë, as nuk ka qenë i shkurt. Po këto po na tregon Anas ibn Maliku gjatësinë e pejgamberit sa. Dhe po na tregon se ai ka qenë mesatar. Po as nuk ka qenë shumë i gjatë. Po gjatësi që është e tepërt, po as nuk ka qenë shumë i shkurt. Po nuk ka qenë i shkurt. Po nuk ka qenë për atyre që do thotë kanë trupin e shkurt. Mirë, po në ka ardhur disa transmetime tjera që pejgamberi sa ka qenë më afër gjatësisë se sa shkurtësisë. Po ka qenë pak më i gjatë se sa mesatari. Për këtë arsye Anas ibn Maliku po thotë nuk ka qenë shumë i gjatë, po nuk ka qenë i shkurt. Po thotë nuk ka qenë edhe shumë i shkurt. Por më na tregu që shkanon disa transmetime tjera që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë më afër gjatësisë. Mirë, po nuk u kanë tepër i gjatë. Po ka qenë mesatar, mirë, po më afër gjatësisë, po mirë, nuk ka qenë tepër i gjatë. Për këtë arsye, kjo fjala që ka këtu bitul el ba'in nuk ka qenë shumë i gjatë, kjo ba'in gjuhën arabe i ka dy kuptime. Kuptimi i parë është që nuk ka qenë aq i gjatë sa që mu dok, ke tjerë do thotë me pa ato, për shkak gjatësisë. Ose një kuptim tjetër thotë ka që po gjatësia e tij nuk ka qenë shumë e lartë, pra shumë i lartë, nuk ka qenë pejgamberi sa shumë i lartë. Mirë, po ka qenë, do thotë gjatësia e tij nuk ka dalë prej kufive të mesatarës. Nuk ka dalë prej kufive të mesatarës. Edhe pse ka qenë më afër gjatësisë se sa me qenë i shkurt. Mirë, po nuk ka dalë prej kufive të mesatarës. Pastaj thotë wala bil abyad al amhaqi wala bil adam. Nuk ka qenë pejgamberi sa që kon shumë i bardhë. Po nuk ka pas lëkurën tepër të bardhë. Mirë, po nuk ka qenë edhe Adam. Adam i vjen i kaft, nuk ka qenë esmer. Nuk ka qenë i kaft. Mirë, po këto po na tregon Anas ibn Maliku që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka pas kur aty nuk u kanë e bardhë shumë që nuk u përzi me të kaftën apo me të kuqe. Edhe nuk ka qenë këtë i kaft. Po nuk ka qenë esmer. Mirë, po ngjyra e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam çu kanë ardhur në hadithe tjera që kemi marr, ka qenë e bardhë, mirë po përzimi me të kuqe. Ka qenë i bardhë, mirë po përzimi të kuqe. Mirë, pas nuk ka qenë shumë i bardhë, tepër i bardhë, pas nuk ka qenë këtë i kaft. Pastaj thotë vazhdon wala bil ja'd al qatati wala bis sabti. Flokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk kanë qenë shumë kashorrela, drella, toshpra, tepër, as nuk ka qenë këtë drejta. Do thotë çuta. Po ka qenë mes kësaj. Po këtu po e përshkruan Anas ibn Maliku, i përshkruan flokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ato që kanë qenë edhe flokët e tij kanë qenë mesatar. Por as nuk kanë qenë shumë kashorrela, do thotë që hyn për shkak që janë shumë tosh, pra hyn njëra tjetrën, për shkak që janë shumë drella, shumë kashorrela, hyn njëra tjetrën. Mirë, po as nuk ka qenë këtë strikt. Do krejt drejtë. Po ka qenë mes kësaj. Ka qenë mes kësaj, as shumë kashorrela, as shumë drejtë. Pastaj vazhdon thotë ba'athahu Allahu ta'ala ala ra'si 40 sana. Thotë Allah ka dërgu pejgamberin sa si pejgamber kur i ka mbush 40 vjet. Po kur i ka ardhur pejgamberia Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka pas 40 vjet. Fa qama bi Mekkah 10 sinin. Thotë ka qëndruar në Mekë
10 vjet. Po pasi që ka shpallja, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qëndru 10 vite në Mekë. Disa transmetime kanë ardhur 13 vite. Do thot 13 vite është koha kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qëndruar në Mekë, pasi që u bë pejgamber. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bërë hijrat në Medinë, edhe ka qëndruar në Medinë pra 10 vite që shëdim gjithë. Mirë. Tash çish më kuptu këtë fjalën e Anas ibn Malikut që thot ka qëndruar 10 vite pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur ne gjithë e dimë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Mekë ka qëndruar 13 vite, që shkolla transmetimi tjetër. Disa dietarë kanë thënë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 3 vitet e para të pejgamberisë ka nejtë fshat. Nuk ka dalë hap të zi me badavet. Mirë po mas 3 vite thotë ka dalë hap të zi dhe e ka ditë krejt që të thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i Allahut edhe posir në tauhid, posir njerëz me adhuru Allah subhanahu wa taala vetë. Kurse më e qartë se kjo që na sqaron edhe më shumë këtë fjalë të Anas ibn Malikut është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qëndruar 10 vite pasi ka zbrit surja Mudaththir. Surja Mudaththir është surja ku pejgamberi sa më shturnu, më ngrit, edhe më shumë i paralajmëru njerëz, edhe mi thirr haptazin në davet. Kurse 3 vite para kësaj jo. Do të para se mi zbrit surja Mudaththir, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk është shturnu që do thotë më ngrit edhe mi thirr njerëz mi paralajmëru pi xhehenamit, edhe mi thirr do thotë për të adhurimin e Allahut subhanahu wa taala. Apo ndoshta qëllimi i Anas ibn Malikut ka qenë që ka dashur me rumbullaksu numrin. Pa që më thon 13, ka thon mënyrë, po rumbullak 10 vite. Kjo është e lidhur me numrin. Do thotë kur është më afër një numri, e rumbullaksoi numrin. Pa që më thon 13, ka thon 10 vite. Pastaj vazhdon thotë tawaffahu Allahu ta'ala ala ra'si 60 sana. Thotë Allah ja ka marrë shpirtin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur në fillim të 60 viteve kur i ka pasur. Edhe për këto adina që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që është të pohume edhe sakt që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka vdekur ka pas 63 vite. 63 vjet. Mirë po në këtë rast Anas ibn Maliku që thamë ka rumbullaksu numrin. Ai që më thon 63 ka thon masi ka mbush 60 vite. Masi ka mbush 60 vjet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kurse saktë është që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vdekur 63 vjet, edhe kështu po përputhet. Ton 40 vjet tha vet Anas ibn Maliku që ora pejgamber. 13 vjet ka qenë në Mekë, edhe 10 vite. Thot Medinë vjen 63 vjet hijri. Pastaj thot walaysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sha'ratan bayda. Thot edhe pse Allah ja ka marrë shpirtin, pasi ka mbush 60 vjet apo 63 vjet, thot në flokët e pejgamberit, thot në kokën e tij edhe në mjekrën e tij nuk ke mujt mi numru as 20 kime të thinjura të zbarta. Edhe pse ka vdek për 60 vjet, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot flokët e tij edhe mjekrën e tij kimet që kanë zbarë, kanë thënë thot nuk kanë qenë as 20 kime. Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk po thin shumë. Pastaj vazhdojnë hadithe tjera, mirë po që përshkruajnë për fizionominë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirë po për shkak se jacia që ka por inshallah po mjaftojmë me kaq. Allahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد